Ne do dalim në vete, ju vendoseni sa të doni. Ne do dalim në vete. Absolutisht, ne do bëjmë propozimin tonë. 4% Po pra, ç'do? Po propozimi është konkret. Edhe i bazuar dhe i arsyetuar. Ju pëlqen si u pëlqen. Si mendon se do shkojë kjo? Domethënë Rama do japi Po pse? Çfarë leverdis Ramës në këtë histori, Parti Socialiste? Asnjë lloj leverdis. Çfarë mund të lëshojë edhe çfarë mund të kërkojmë mbrapsht? Po nuk e di tani se ata janë futur dhe në diskutime për ndryshime kushtetuese. Dhe nuk e di nëse ku di unë, PD-ja voton numrin e deputetëve, diçka e tillë, nuk e di se nuk janë prapa. Me 100 deputet, po është ky propozim. Dhe duket se edhe Berisha ka rënë dakord. Që janë shumë. Prapa kujta. 81 deputet. Na çove sa malizit. Ideja është në këto kushte që jemi. Në këto kushte që jemi sot, unë nuk besoj që Edi Ramës i ka ndonjë leverdi politike që ta ndryshojë sistemin zgjedhor. Kjo është ideja. E dyta, unë kam këtë mendim. Për mua po konfigurohet një arkitekturë institucionale të bazuar në bipartitizëm. Si nga Berisha, si nga Rama. Që nga numri i deputetëve, që nga sistemi zgjedhor, etj. Madje ka që nga 2008 që konfigurohet kjo. Pavarësisht se Ilir Meta i doli kështu si i jashtë planeve dhe u kthye në King Meta. Po sistemi zgjedhor që ne kemi sot është bërë kundra LSI-s, ne duhet ta themi këtë. Që në 2008. Mirë, po planet donën pak më ndryshe dhe LSI-ja pastaj, prandaj po them që politika nuk është matematikë, është kimi. Ne mendojmë që politika është matematikë, është kimi, është suggestion, është besim, është vizion, ka shumë gjëra që ti bësh për vete njerëzit. Prandaj them unë se edhe në 2008 unë nisën këta për të eliminuar LSI, ndërkohë që e bën kingmaker LSI në 2 palë zgjedhje, formonte qeverinë. Sepse ashtu vajti historia politike. Unë gjykoj që si Rama, si Berisha, ka një tendencë për të ndërtuar një arkitekturë institucionale, siç e thash më para, të bazuar në bipartitizëm, në 2 partit të mëdha. Prandaj unë nuk e besoj këtë, unë besoj që Berisha bën sikur e do këtë proporcionalin kombëtar. Unë bën sikur e do, ne e di shumë mirë që as do ta aprovoj Rama këtë gjë, qofsha i gabuar apo logjika më thot këtë gjë. Nuk e di tani se nuk po e fall, thjesht po përdor logjikën duke parë interes, duke nisur nga premisat se çfarë interesash kanë PD-ja dhe PS-ja. Sepse pse Partia Demokratike për shembull duhet ta ndajë opozitën me parti të tjera, opozitarizmin. Pyetja që lidh. Kështu edhe numri i deputetëve, në këtë frym vete që numri i deputetëve do ta bëjnë. Sepse u intereson dhe PD-s dhe PS-s. Intereson PD-s, do zoti PD-ja nuk e pranon se është. Dgjoj, po edhe PD-s i intereson, pse? Po pse du të ketë PD-ja 30? Dy deputetët që ke marrë ti, nëse ngel ky rezultat do t'i marrë PD-ja. Pse jo? Po shkon nga 50-30. Po mi pra në rregull, si përqindje themu, si përqindje, jo si çdo parti në opozitë si numër, si përqindje. Sa më shumë zëra mund të jetë kundër interesit. Edhe ky numri i ndryshimit të deputetëve, drejt me thënë. Shiko, unë derisa 940-900 apo shiko, a priori nuk është se jam kundra në kuptimin po. Bënë zëri të ke veshë, A priori nuk është se jam kundra, po deri tani unë nuk kam dëgjuar asnjë argument se çfarë problemesh sjell numri 140 për demokracinë shqiptare dhe i rregullon numri 100. Nuk e kam dëgjuar si argument, se mund të jem dakord, jam dakord a priori. I vetmi argument që jepet është që janë shumë në raport me popullsinë, vetëm këtë thonë, janë shumë. Asnjë argument të funksionimit parlamentit, të demokracisë, teorisë përfaqësimit, asgjë, janë shumë, thonë. Mazhoranca nga ana tjetër nuk e thot dot se çfarë do thotë që kanë emigruar shqiptarët. Nuk e thot tamam që janë shumë në raport me popullsinë se kanë emigruar shqiptarë, se nuk e thot se duhet të bëj, duhet të përgjigj. Se unë jam dakord me 100, nuk është ndonjë problem. Çështja është këtu, pse, për shembull në Italia, para disa vitesh, nga 635 i çojnë në 400 deputetët, nga 315 i çojnë në 200 senatorët. Po pse, cila ishte logjika? Sepse atje është një parlament me 2 dhoma perfekt, quhet, ku 2 dhomat kanë kompetencat njëjta dhe procedura legislative shumë e ngarkuar. Shkon në një dhomë, vete atje, vendimarrja është shumë e ngarkuar. Dhe në këtë kuptim për ta bërë vendimarrjen më efikase, për të shkurtuar pak afatet e procedurës legislative, gjithë ato që ajo përmban, ata e bën më të vogël. Tani më falni, Parlamenti i Shqipërisë vuan nga vendimarrja nga dalte, po këtu aprovojnë ligjet për 5 minuta.
Parlamenti i Shqipërisë vuan nga e kundërta. Parlamenti i Shqipërisë vuan të zgjasi pak procedurat legislative, të zgjasi pak diskutimin, të zgjasi gjithë përfshirja dhe debatet në parlament. Nuk vuan nga rëndesa e procedurës legislative, e avasht, e të tjera, vuan komplet nga e kundërta. Parlamenti i Shqipërisë vuan se ligjet aprovojnë shpejt, shumë shpejt. Ka një procedurë. Pra parlamenti shqiptar është shumë efikas. Më tepër se ç'duhet efikas për një demokraci që konsiderohet për një demokraci që konsiderohet gjithë përfshirëse dhe duhet konsensuale. Është raport me ka një të vërtetë që ne në raport me numrin e popullsisë kemi një numër të lartë të deputetëve. Kjo është e vërtetë. Por argumenta nuk po jepen thua ti. Deri tani thonë që janë shumë. Por se çfarë problemi sjell që 40 numri i deputetëve për demokracinë shqiptare dhe ças gjithë numri 100, këtë se kemi dëgjuar akoma. E di cili është në teksti, e di cili është në teksti kësaj erla. Se thot edhe zoti Rama tha kryeministri do ta çojmë në referendum, se e di që populli do ta votojë. E di pse, sepse populli mendon më mirë 100 duke qenë se ka një perceptim negativ për deputetët dhe për politikën dhe thot më mirë 100 të korruptuar se sa 140 të korruptuar. Ta them kështu shqip. Qëllimi i Shqipërisë është që të ketë si 140 të mirë, jo të uli numrin e të keqve. Nga më shumë të keq ti bëjmë pak më keq. Çështja është si të bëjmë 140 të mirë, jo nga 140 keq ti çojmë 100 të keq. Se ky është në tekst i gjithë asaj që thotë për të treguar që ai vetë është tolerant, lider tolerant, po ja opozita nuk e gjen vetë gjumën. Po jo pra nuk është të shikoj. Ktu ka një problem dhe e mbylla ju kërkoj ndjesë. Mendoj që nëse partitë e reja bëhen bashk, partitë e reja dhe krijojnë një pol të tretë të politikës shqiptare për te dy partive kryesore, me çfarëdo lloj sistemi zgjedhor bëhen faktor vendimarrës në Shqipëri. Këtë mendoj unë. Bën një kingmaker. Por, ne po merrem me instrumentin pa marrë, do të thënë po vemi te hapi i dytë, po mund të bën dhe kingmaker. Gjitha partitë e reja bëjnë bashkë, çfarëdo lloj sistemi zgjedhor të ketë në Shqipëri, mund të bëhen kingmaker. Çështja është a bëjnë dot, a mund t'i detyrojmë të bëjmë, edhe si detyrojmë në fundit çdo lëvizje politike, se ti nuk mund të bësh bashkë për shembull, po ja thus tani një fashist me një komunist, se ndryshe ç'a kuptimi ka beteja politike dhe identiteti politik. Pra ka disa elementë shumë këtu që duhen diskutuar. Mësuesi më i mirë është historia, këtë e dinë gjithë. Çfarë na ka mësuar historia? Historia për shembull në rastin konkret na tregon që kur sistemet e vjetra bien, prodhohet reaksion. Pra sistemi i vjetër nuk bie me vullnet lirë, pra tiki tani Rama dhe Berisha dhe thot na i lër tavolinë dhe hajdeni ju. Dhe gjithë këto që po ndodh në një farë mënyrë mendoj që është reaksion i sistemit vjetër për të mbrojtur nga rreziku i futjes partive të reja në parlament. Një mësim tjetër më konkret është që çdo marrëveshje që ka bërë dhe u tha dhe u stërtha këtu po thjesht për ta theksuar edhe një herë, çdo marrëveshje që ka bërë nga 2008 e të e ka bërë sistemin zgjedhor gjithnjë më të keq. Dhe rreziku është që ta bëj edhe më të keq edhe kësaj here. Dhe e fundit për sa i përket të tezës së bashkimit që u përmend këtu për një pjesë të emisionit, natyrisht Lëvizja Bashk ka një identitet vetin të qartë ideologjik, jemi krenarë që jemi të majt, kemi një program dhe përveç pra ideve që duhet na bashkojnë me çdo forcë tjetër, nëse nesër themelohet ku diu një parti e punëtorëve që ka një program të vetin, ne do ishim të hapur të Po me lapën dhe me mundësinë jo thua. Po një sekond, tjetra. Pra kriteri parë janë idet. Natyrisht, këta janë për taksim 9%, ne jemi për taksim progresiv. Ja u bë ky kingmakeri, po pastaj kur të vijë ligji, si do merremi vesh neve atje në parlament. Tjetra është ndershmëria, besueshmëria. Partia e Zotit Lapaj ka treguar për të rrezuar pushtetin, pra asgjë nuk është i qëllim krejt, se thosh krejt afat shkurtër. Ne nuk duam që thjesht ndrojmë emra, ti mund të kesh edhe brenda grupit pastaj. Nuk ndërprerë. Jo, dakord, po. Le ta mbaroj. Edhe një herë. Pra, janë për bashkëpunimin, janë idet, parimet, ideologjia, dhe në anën tjetër janë dhe si thua çështje më konkrete që ka të bëjë me ndershmërinë dhe me besueshmërinë. Zoti Lapaj në këto 15 vite ç'a s'ka bërë dhe nga s'ka lvizur domethënë, nuk ka treguar një farë si thua konsistencë. Një ndër vlerësimet që ne na japin na thonë një fakt se nuk ka lvizur se ju e dini këto lëvizje të si dikë kemi ne. Ka dal, bëri koalicion që dështoi, po ç'jo. Çfarë këto lëvizje, pas ka bërë gjithë këto lëvizje? Çfarë tani ka qenë alianca fuqizi? Po pse më ju për të rrezuar këtë që ka sjellë një mit këqija këtij populli.
do kapeni tani tek bishti dhe tek duhet jeti besueshëm, një partner dhe një ku e ke provuar besueshmërinë. Po ja pra, ku e ke provuar juve me dy aktor, këtë zoti Lapa, si ishin Shabani, po si ishin dy. Po dy ishin. Po jo pra, se po për parimet dhe ideologjinë. Kanë qenë 3 parti në koalicion dhe një nga ato parti ka qenë partia e lëvizjes së punëtorëve. Po pra, po për ideologji. Në qoftë se ju e keni ndarjen për ideologji, e kishit partinë e lëvizjes së punëtorëve, pse nuk e mbështetët? Se nuk e mbështetët pra. Se pas keni ideologjike apo që keni thjesht tek ajo furiku juaj atje dhe jeni me partinë me 100 vet, lutem. Përfundoje Jani se s'ka më lista juaj e hapur, me 100 të lexoni emrin do të ju më se sa vota ka një parti. Lista e hapur e juaja, përjashto 2-3 emra, është krejt me njerëz anonim. Të pranoni, çfarë keni sjellë? Përveç se u zut dhe u bë lista jone e hapur është me emra anonim, po me kë emër do ti me ata që janë 35 vjet në pushtet. Kë quani anonim ju? Profesionist të zot në fushat e tyre, njerëz të ndershëm. Sta i quani anonim, po më anonim janë për ju, se nuk janë të përfolur në media ata, nuk janë të kallëzuar, nuk janë të dënuar, po më anonim janë. Janë profesionistë, janë të ndershëm. Edhe që kanë anonim. Okej, dakord, bëjmë ta që kemi. Janë më mirë ta. Edhe pëse anonimi kiste Këtë du të vendosin në listën që mos t'ishte anonim për ju. Që t'ju bënde juve bashkë. Edhe nuk e kallëzu në prokurorisë, s'ke gjëm të rreziqme. Po pra po, tu du të kesh civil me jashtër të një, që t'i jesh njëri që të meriton. Ju e keni ndarë mendjen, s'ka më kohë, ju e keni ndarë mendjen vetëm shkoni, nuk bëheni pjesë e kësaj që ju e quani pazar apo kurth politik. Po pa tjetër, i besojmë projektit tonë politik, ides tonë politike, i besojmë nevojës të madhe që ka Shqipëria për ndryshim, i besojmë ideologjisë tonë që për një konkurencë të ndershme, për një treg të lirë, për një ndryrë të vogël qeverisë, për një ekonomi me pak monopole dhe oligarkë siç ka sot, do i shërbejmë vendet. Do i qëndrojmë sa ide deri në fund. Ashtu siç i besojmë edhe kauzave opozitare të drejta, si që të reguam atere ku ishin afër zgjedhjeve lokaleve, apo dhe për çështjen e drejtësisë që këtu kemi një qëndërim të përbashkët me lëvizjen bashkë, që besojmë që dy titanët Rama dhe Berisha kanë një interes të përbashkët që mund të bashkojnë votat për ndryrën e sistemin e drejtësisë. Pra, ne jemi të hapur e transparent me këtë gjë. Dhe i besojmë intuitës tonë, i besojmë pasionit tonë. Tani ndrysë se ylli Okej. ka vendimi i gjykatës lartë. Do kemi kohë ta diskutojmë, Nuk i dhe merit për vendimin e gjykatës shpresoj lartë. shumë që opozita t'i ketë bërë mirë llogaritë. Në lista hapur ne kishim general Det Prengën, njeri anonim, dhe sa i përket meritokracisë, 5.000 vota mori subjekti në Vlorë, 4.890 vetëm një person. Po t'i ketë bërë mirë llogaritë. Po pse nuk shkoi juaj? Nga 5.000 vota total partia, 4.890 meritokracia dënjësisht. Ju pse nuk e quaj generalin në parlament? Meritokracia është kjo. 5.000 vota subjekti, po këtë çon në parlament. Kur vin listat e reja tani. Por shpresoj që opozita t'i ketë bërë mirë llogaritë, sepse historia na ka mësuar, si thot Jani, që Rama nuk të fal asgjë, e para dhe e dyta. S'para, po patjetër. Edhe s'para deli humbur nga këto tryezat, zakonisht. Mirë, rregull, dakord, Shumë vazhdoni. faleminderit që ishte sot me mua, Janit falenderoj, Rezi shumë faleminderit, Iliaze faleminderit, Çela faleminderit, Manjan falenderoj, bashkë takohemi të hënën, natën e mirë.